Ju mpihen duart, arsyet pse ndodh dhe kur duhet t'i drejtoheni me urgjencë mjekut. Duart mbajnë disa nga nervat e ndjeshëm të trupit tuaj, sikurse edhe një nga këto nerva ose një pjesë e tyre është e ndrydhur ose disi më e dëmtuar, fillojnë që të shfaqen më shumë probleme. Truri juaj nuk mund të marrë të gjitha informacionet ndjesore që duart tuaja po dërgojnë, dhe këto mund të ndikojnë në përditshmërinë tuaj. Rezultati është mpirja. Studimet thonë se një nga shkaqet më të zakonshme të mpirjes së dorës është tuneli kyçi të dorës. Nervi i mesëm gjithashtu shkaktohet nga thyerja e krahut ose edhe nga deformimet e tij. Një nga arsyet e mpirjes mund të jetë edhe mbajtja e pozicionit të keq të dorës. Gjithashtu, çrregullimet e tiroides mund të çojnë në mpirje të dorës. Gjithashtu, teprimi me alkoolin, kiste djamore, skleroza e shumfisht, por nëse ndjeni edhe ndryshime të tjera në shëndetin tuaj, siç është edhe ndryshimet e fytyrës, drejtohuni tek mjeku sa më shpejt.